U sulmua nga një shqiptar në dhomën e tij të paraburgimit ndëron jetë i burgosur i gjerman. Një i burgosur në Gjermani ka ndruar jetë në 2 maj, rreth një vit e gjysmë pasi u sulmua nga një tjetër i burgosur me origjinë shqiptare. Sipas mediave gjermane, ngjarja ka ndodhur në dhjetor të vitit 2024 kur 46 vjeçari gjerman u sulmua në qelinë e tij nga një 43 vjeçar shqiptar. Të burgosur të tjerë u gjetën plagosur dhe të burgosurit e tjerë gjetën të plagosur dhe njoftuan me njerë stafin e burgut i cili dha ndihmën e parë dhe më pas e transportoi drejt spitalit, që nga ajo kohë 46 vjeçari kishte qenë në trajtim mjekësor derisa ndroi jetë në 2 maj. I dyshuari shqiptar është akuzuar nga prokuroria e Regensburg për tentativë vrasje. Tashmë autoritetet në Gjermani po hetojnë nëse sulmi i ndodhur një vit e gjysmë më parë ka qenë shkak i direktiv vdekjes së burgosurit gjerman.